Rama, Berisha. Shqyqyr që e tjetëri është parku këtë 313 për momentin, se jeni të obsesuar me 3 këndëshin e Bermudës. është një sadomazohizëm ekzemplar. E hani gjdo 4 vjetë nga këta 2 edhe nga i treti, keni 35 vjetë që e hani dhe si veni gishtin kokës. Dhe i vetëmi ngushëllim që keni, i thoni ato thënjet vulgare që në Shqipëri duhet të martohet me maman që t'i thuash baba. Këto janë marrëzira. A se di Rama nuk ka të kjo formë. Ti pe e hani këse fjallën për ato gjëra tani. Sumën e hani. Më le për ta mbaroj. Po që s'ke hani? Hanë çfarë? Ne kemi ngrënë gjatë kohës edhe kur ishit juve një nga eksponentët më të lartë, qoftë në qeverisje, qoftë në deputet lëk. Do me thënë, nuk mund të diskostoni në mënyrë kaq të drejt për drejt nga e kaluara juve politike. Sepse njerëzit gjykojnë edhe për këtë. Pavarësisht prej Edi Ramës, Sali Berishës dhe Ilir Metës, nga unë keni hëngër vetëm lëvizjen e lirë, futje në NATO, rrugën e kombit, ullin e taksave në Bashkinë e Tiranës. Edhe paktin e detit, mos e harroni që pakti i detit është dhe një nga themrat e Akilit sot të marrëdhënieve tona me Grishin. 100%. Në 2009 ishit ju si ishte Edi Rama. 2009 është një pakt i cili nuk dorëzon as 1 centimetër katror territorit shqiptar. Në 2009 marrëveshjen e detit, e cila është dhe themja e Akilit, nisi me ju. Por për tek kësaj, në historinë tuaj politike nuk mund të bëni hasha ato që është edhe evolucioni juaj. Kryeministër, jo, unë ati thua, hajde më provoj një herë, pa pas taj flasëm si do të të kam garantuar antarësimin në NATO. Më ke provuar si ministër të brendshëm, të kam garantuar lëvizjen e lirë, sot lëviz pa viza në Schengen. E ke garantuar ju, apo për qeveria e zotit Berisha? Puna ime, prandaj ka diferencuar. Ose keni bërë ju, keni qenë ekip? Është e qartë që regjimi i vjetër përpiqet më relativizoj gjithë shka të mirë dhe të hedhë njollat të zeza. Unë po them një gjë. Po regjimi si do ta mundësh Berishës si mundet. Që po të kishte dikë tjetër, nuk shkoja unë të gjithë punët e vështira, e ti dilja pa. Apo të kishte ky dikë tjetër. Dhe ju shpërbleu. Po le të mbaroj. Ju shpërbleu. Ju bërë kryetar Partisë Demokratike, ju shpërbleu. Si më shpërbleu? Po pse kjo lloj mentaliteti? Ishte trashëgimtari, është kryetari i një partie që aspiron. Ishte trashëgimtari i një lideri shumë të fuqishëm. Po është barr, është detyrim.